suneteve dhe çështjeve e vajxhibeve. Ti tashti mos u bën xhumert ku nuk duhet më bëj xhumert. Kush duhet më bëj xhumert? Për më mbledh sevape. Për më mbledh sevape nuk bën dikon tjetër me lën hajti mbledh këto sevape unë s'po jo, që ti ndoshta je më nevojtar për ato sevape se ta njëri. Ku po din ti? Dërsa Allah ti ne ka fal gjinahet, e ti je shumë gjinaçar i madh. Nuk është sevap që ti mi thon njeriu që është adeti domethën hi ti në safin e parë. Jo, po hi ti. Nëse ka vend pras, hi ti mos e thuj tjerë, mos e bën xhumert ku s'o bë asnjë sahabe, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ta dini se çfarë sevapi ka safi i parë, jo sa të ishit për lëmë shpata. E nuk bën mi thon dikujna kur zbrazët që safi, atë dikon hiti në treshtatin, unë e përima për para, ma për mas. Jo kështu. Edhe, se kanë thonë djetarët, atëherë, njeriu ka mundësi që të merë dhe mëkate. Haram është kjo gjë. A për me kruh, nuk ka dyshim se është me kruh. Edhe ka mundësi që të merë edhe harame. Për këtë gjë, e ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për post në qoftë është në një vend që i caktuar për disa të cilët janë më të dishëm, më të ditur. Si për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: li yelni minkum ulul ahlami wal aqli wan nuha. Pas meje, kur tal unë imam, pas meje, në trin ato të cilët janë të rritur dhe janë më të ditur edhe më të pjekur. Do të thotë, për çfarë arsye? Se ka mundësi që imami diçka me gabu e përmirëson ato të cilët janë me njerë pas imamit, ose ka mundësi imami që duhet me dalë prej namazit, se ka ndonjë sëmundje apo diçka, e duhet kush ai i cili është më i afër me dalë. E ai i cili është më i afër duhet me qenë domethënë i aftë që me zaventoj imamin, jo dikush i cili nuk është i aftë. Prandaj domethënë në këtë vend nuk është domethënë që prej sunetit në dalë una, më to domethënë i cili nuk din me zaventoj imamin, ose domethënë është i ri që nuk meriton me qenë në vend, por domethënë pas imamit duhet me qenë ai i cili din pak, din më së paku me zaventoj imamin në qoftë se imami gabon. Kurse në vepra tjera nuk lejohet me domethënë me lëp dikon tjetër, me praktiku disa urdhna ose disa sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi një gjë tjetër, ajo është që Allahu azza wa jall ka thonë: "Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Që ti e lën ndoshta veten tënde keq për vllahun tënd, e kjo është domethënë prej imanit më të lartë. Domethënë, jo vetëm dëshirë, çka dëshiron, por e lën ndonjëherë edhe vetën tënde keq. Ti ke nevojë për atë gjë. Nuk është çështja e dinit, çështja e adhurimeve, por është çështja e dynjas. E lë vetën tënde keq, vetëm se sahabiu mos jetë keq. Kjo që ka ndodhur me Ensariun, i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar disa musafirë tek një ensari, që i ka qenë me gruan e tij, duke banu, e fëmijët e vet i kanë lënë unë, nuk kanë dhënë me hangër, ushqimin e fëmijëve i kanë dhënë musafirëve. Pse? Kanë thonë musafirët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi se na ka dërguar, na duhet ta me i nderu. Ushqimin e fëmijëve ja kanë dhënë musafirëve. Edhe pastaj Allahu azza wa jall është gëzuar edhe ka qesh me këtë vepër të këtyre sahabeve, për me këtë burë dhe me atë grua. E Allahu azza wa jall me kënë kesh, me ata kur nuk i dhrohet. Pra përfituar gëzimin, kënaqësinë e Allahut azza wa jall në këtë dynja, do më thonë që kur Allahu azza wa jall më me tyre në këtë dynja, nuk ka më i dhru, edhe ti je xhenetli. E lusim Allahu azza wa jall që ti i kënaqur të gëzohet me veprat tona në këtë dynja. Edhe ka zbrit ka ajeti, po ju uthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ka zbrit për veprën e këtyre bashkëshortëve, do më thonë këti sahabije dhe kësaj sahabije. Ka thonë Allahu, edhe vetën e tyre e lën keq, edhe vetën e tyre e lën keq
vetëm se me nderua dikën tjetër. Edhe dini rastin që në luftën e Jermukut, 3 sahabe, Ikrime, edhe Harith ibn Hisham, edhe Suhejl ibn Amr, kanë vdek. Fysh? I kanë qenë të plagosur, kanë ardhur një dhënë ujë, që thotë, jepi ati tjetër, që kur ti ujë. Po shkon të ai i dyti thotë, jepi ati tretit ujë. Ku po shkon të i treti, veç ka vdek. Po kthehet te i dyti, ka vdek. Po kthehet te i pari, kanë vdek. Domethënë, kanë pranuar që vetën e tyre me lënë kesh, vetëm se vllau im një herë në të pinë pastaj, si që domethënë unë pi. Po ashtu, njëri transmetohet ku njëri prej dietarëve ka bërë dua 30 vjetë ka thënë estagfirullah, do më thënë, ka përmenë shumë Allah në azëzër, jo falni, ka thënë elhamdulillah. Për 30 viteve ka thënë elhamdulillah, shumë e ka përmenë këtë dhikër, këtë falenderim. E ka falenderu Allah në azëzër shumë. Edhe ka ardhë një gjë që tregu është kallë. Si ka qenë imam e Suddi e quajt. Të tregu është kallë. Edhe dyqanën kjo e ka pas në treg, në të pazarën e madhe kjo ka pas dyqanë. Kretë dyqanët për me qindre që ka pas janë kallë, vetëm se ka në ardhë dhe pikazën këti. Këtër, imam e Suddi ka thonë në Bagdad, gjithë dugoja du kallën, përveç dugojës tonë dhe ka met pa u kallë. Ka thonë, ka met pa u kallë. Edhe ka thonë prej fjallës elhamdulillah, ka thonë këtë fjallë që 30 vjetë nuk i kom lanë. Që 30 vjetë këtë fjallë thëtë nuk i kom lanë. Edhe thëtë për jam pishmanë. Pse ka thonë, nuk i kom të regu këtë gjë edhe besimtarve tjerë që dukojnë të aty në mosë më ka si e jemja. Dhe më thënë, shiko, shpëllitet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë gjë shka ndodhi, dhe më thonë, kjo e mirë, kisha qërë që dhe vlozit e mirë, ta këshin thonë dhe ata për 30 viteve, edhe mos të këshin djek dukojnë e atynve. Jo më thonë, vëllaj, a pëshini, unë e kam zonë, e kam pështu. Jo, mirë ju bo, të s'keni thonë, atin, jo, por dhe më thonë, ja ka dëshiru atynve të mirën, atë që i ka dëshiru, dhe më thonë, për vete, edhe për ata, thotë, vëllaj, të t'i kom ra pishmanit. Pse e kom thonë, që do thotë që 30 vjetë, e kom thonë këtë gjë. Por thotë, kisha qef që ata ta këshin thonë, edhe thotë, mos që këshin djek, dukojnë e atynve. Po, lejzët dashur, kjo është hadithit e jamberit sallallahu alaihi wasallam, që në mëson, që atë që ka dëshirojmë për vete, ka dëshirojmë a dikuj tjetër për mirësis, për të mirave kësaj dynjas, për të mirave të gjennetit Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo që në mëson, që të bëjmë të mirën Allahu tonë në çdo zanat. Dhe në sikur se ti, që ka ke arrit sukses në punën tënde, në gjatë jetës tënde, duhesh me kërku këtë gjë dhe me lutë Allah në ato gjë, që o Zot jepi edhe filanit ashtu. Jepi edhe tjetrit ashtu. O Zot mos më bën domethënë mua që t'jem për mi gjithë. Kjo është një zili që ka ndalu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa, unë e pas vetëm teshat mira, ma të mira sekret. Nuk bën kjo gjë. Pse? Kjo është zili. Për posë në qovë se Allah ose të ka bërë të mushme, nuk ka problem. Nuk ka problem ti në qovë se i përdor të mirat Allah të zërëzët të cilët i ka dhonë, por jo me umburë në për tokë. Jo me ezë, dhe më thonë, kokë lartë në për tokë, atë e ka ndaluar Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun Azza wa Jalla që të na mësoj dituritë të dobishme, të na bëjë dobi nga ajo që kemi mësuar. Allah shpëlbej për ndëgjim. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.